Zonja Faria Huti, mirë se erdhët në Shkup. Mirë se gjetëm, faleminderit për ftesë. Do ta nisim me reklamën e ajvarit, ku është ajvari më i mirë? Unë mendoj që ajvari i grave të Krushës është më i mirë. Ajvari nga Krusha është më i mirë. Je e lindur me shpirt biznesmeni apo u bëre nga halli? Këtu lidhen dy arsye pse. Kam pak edhe trashëgimin nga prindi, po veprimtaria njëjtë jo, zrugtare kum pas prindin, por me hajvarin edhe me tokën, edhe me bujësin që u lidha, ndoshta muj me thonë që ka qenë më shumëtit nga halli, jo nga qefi. Nga dëshira ose nevoja për mbijetesë më shumë? Po, faktikisht, po, ka qenë nevoja për mbijetesë për arsye që kemi humbë njerëz në luftë dhe Krusha është një vend që kultivon këto produkte dhe kjo ka qenë arsyeja. Që ka qenë në zashme në atë kohë me mjellë spesë dhe me dalë mishitin për trekt hapun. Më rështu paralel me burët edhe unë si e vejë, unë pa shumë të zashme atë pjesë. Atëherë mendimi im ka qenë edhe me një grupë të grave me iniciative, në një grupit grave bashkë me to unë, ka qenë që ti konservojmë edhe ti plasojmë në për trekt Kosovës, qoftë në për panajire, qoftë në dyqan ku kemi pas aty afër në fshat, që kemi majta dyqan për aktivitetet tjera, ku kemi pas fotografitë e njerëzve të vranë dhe të personave të pagjetën, kontaktet me ndërkombëtarët dhe me organizata jo qeveritare në atë kohë themeluar në Prishtinë, edhe kjo ka qenë arsyeja që hajde të punojmë diçka më ndryshe, të sigurojmë tarna mujore për fëmijët e tonë. Besoj që fëmijët sot janë mirënjohës, apo jo? Edhe janë krenar me ju gratë që keni punuar në këtë firmë. Fatbarësisht në numërit saktu një grave po, ka mujtë me mbajë fëmijët në mrena aty, me punën e vetë, me rritë, me eduku, me shkollu, po fatkeqësisht një numër tjetër nuk kanë mujtë me stagnu fëmijët me majtë aty, po për shku në Gjermani dhe në Zvicër. Po me thonë që dikon 90% të fëmijëve të jetim që kanë hupë babalartë në 99-ën, shumica prej timve kanë kryer fakultet edhe sot janë në për institucionet konsum, po ka dhe një pjesë që kanë migru, po ka dhe një pjesë që mirën, për shembull djalë jam punën aty ku unë punoj edhe veproj, dy fëmijët e mi punojnë bashkë me mua, njëri në cilësinë e teknologjit ushqimor, ndërsa pjesa tjetër vajza në pjesën e menaxherialit. Do të thonë dy fëmijët janë të inkuadruar në kooperativë dhe dy punojnë bashkë me mua. Edhe një pjesë tjetër ka mujtë me marrë fëmijën mrena, më konçet punë diku tjetër, por shumica e grave i kanë shkollu fëmijët. Edhe fatkeqësisht jeta ka qenë asesore që disa kanë marrë edhe rrugën e emergjimit, po disa janë aty. Në bisedë më herët kuptova që ajvarin tuaj më së shumti e blejnë diaspora shqiptare. Sa i përket ajvarit, na kur kemi fillu në 2014, fatbarësisht që është një mrekulli, na kemi partneritet me tregun zvicran me një djalë të Maqedonisë, po nuk e di bashkërasisht a unë nga Kumanova apo nga, po e di që është nga Maqedonia, ajo ka përfaqësinë e tonë në 2014, ku ka qenë për neve një mrekulli e madhe që ta plasojmë produktet e tona në tregun evropian, sidomos në Zvicër, tu e di që Zvicra çfarë ligje ka dhe çfarë kosto të jetesës ka. Po ai në gjatë takimit që unë zhvillova me to ka qenë inkurajun ndaj punës tonë dhe ka thonë në nëse dhe humbi këtë gjysë kamioni, po du me dhonë kontributin tem ndaj grave që pa punojnë, po aja ka rezultu me sukses, edhe sot e 11 vjetë na kemi partneritet me to dhe qëndrojnë shumë mirë me to. Besoj që merrni edhe komente prej atje për ajvarin e mirë, apo jo? Si të nanës, si i thonë shumica. Mundoh me majtë ajvar shtepia, kryesisht me specat pjekën pa përbërës tjerë, më thënë vetë specë, se specia hajvarit kultivohet si specia hajvarit. Edhe me një specë tjetër ai nuk buhet hajvari, edhe kemi marrë notat që tukë që nuk kemi sasit në betë në asnjëherë, po kemi gjithmonë mungesë, dije që është cilësore dhe është i mirë. Besoj që do ta zgjeroni në të ardhmen tregun për ata që dëshirojnë që të provojnë ajvarin tuaj, po ajo që më bëri përshtypje ishte që në hapësirat shqiptare, në rajon, po flasim për Shqipërinë dhe Maqedoninë, ende nuk ishte futur në treg. Nuk ka kërkesë apo çka e pengon? Për tregun e Maqedonisë nuk jam dioni pse nuk kemi pikë këtu që e shesëm hajvarin. Në Shqipëni nuk e din efektin e hajvarit, domethënë nuk e din rëndësinë e hajvarit, më shumë shkojnë në salsa, po jo, kjo nuk është salsa, kjo është hajvar. Hajvar që tash nuk e di kush është i patentuar për cilësinë ose për kultivimin e hajvarit. A e ka Maqedonia, ka Serbia, kush e ka? Po na gjithmonë kemi startuar nga ato që
që që kanë bërë nonat e tona, fillojmë edhe na jo veç për familje, po edhe të bëjmë edhe për tregun. Kjo ka qenë ideja jonë. Edhe gjithmonë të marrë rekomandimet e grave më të vjetra, që ç'është bëhet hajvari, se edhe unë nuk e kom ditë ç'është bëhet hajvari, dhe sot nuk e di ç'është bëhet hajvari. Po fatëbarsisht unë i kam ato gratë në start që kemi fillu, edhe ato e din kohën kur hajvari duhet më hek. Është i gatshëm më shpradës. Është një specifik, është një produkt që është shumë i zërshëm me bo, edhe shumë i zërshëm është me mbush tregun me hajvar, po mundohëm aty nga pak me maj tregun. Përndryshe, është qash linije zërshme. Sa hajvari duhet specie më qelë, më pastru, më pjek, më qiru, më blu 8 orë më zi. Edhe me kalu masnaj në kavanoza. Na kretë to e bëjmë mënyrë mekanike, dhe më thonë nuk kemi asë një maqinë adekuate që e bën mbushjen e hajvarit edhe shprazjen e hajvarit. Do të thonë çdo sa është me dorë, edhe kjo është arsyeja që neve na stagnon, që nuk mund me bë sasi të mjaftueshme për tregun evropian apo për tregun vendor. Edhe pse punojmë ndoshta edhe me ndrimet e natës, punojmë nga ora 4 e mëngjesit deri në ora 10 darkës, me ndrime të ndryshme, qysh janë gratë pozicionuar, po është e zërshme me mbulu tregun. Pse? Pse nuk kemi sera në përfshat, që ato sera mund me pas spest frest edhe një kohë në vjeshtën e vëndshme, po kemi vesh 1 muj apo 2 muj spest. Për 2 muj nuk me bo unë 100.000 kavanoza hajvar. Eventualisht, kapaciteti i prodhimit është një 10.000 deri në 15.000 kg hajvar ose kavanoza hajvar për vit. Edhe 15 kavanoza janë shumë pak për tregun evropian apo për tregun vendor, kërkesat janë shumë më të mëdha sa që është kapaciteti i prodhimit. Jo mungesë fuqi kontore, jo mungesë, po është mungesë e afatit kohor. Është veç 2 muj. Për që ta 2 muj na duhet me prodhu për 12 muj me qëndru në treg. Edhe këto janë ato sfidat që nuk muj me pas në treg. Ju keni qenë një grup grash që keni ndarë dhimbjen dhe punën bashk. A ka qenë puna mënyra si e keni vrarë dhimbjen? Dhimbjen nuk muj me vras njëherë. Po dhimbjen e kemi të kalu me punë. Na jemi bo, ndoshta shoqja me shoqen psikologe, nështë jemi bo her none dhe her motër, kur tjetra ka kajt edhe ka të regu realitetin edhe përjetimet e veta, tjetra kemi ndëgju. Po kur këmë folë unë e tjetë e këmë ndëgju, po nuk e kemi mujtë dhimbjen, po e kemi te kalu. Se çdo mëngjes që na takohemi, e kemi me zdit kohën ku pushojmë për 1 orë, edhe këtë qatë 1 orë na kemi me bo muhabet qysh jenë vra, qysh i kenë marrë, jo e gjetë një vatë masiv, jo ai serbis për pranon krimin që e ka bo, jo dëshmitarët nuk e kanë dhonë deklaratën që është duhet, më thonë gjithë kohën i kemi së dhe 27 vjetë. Ne kemi atë dhimbjen në përkryje edhe. Ka nga ata për shembull që mendojnë se do kthehet burri se... Po gjithmonë është një shpresë, edhe kanë thonë që shpresa dhe se fundit. Kretë mendojmë që një ditë do të kthehen ata. Do të vorosën aty ku i kanë edhe varret e hapun. Që është çdo përvjetër i zëshëm për mua dhe për fëmijët e mi, edhe për gjithë familjarë që mungojnë njerëz. Së shkojnë ceremoni edhe vizitojnë varret tjera ku pushojnë eshtra tjera, po varret e personave të pagjetën janë të hapun, që në nuk mujmë asnjëherë me shku pranë tinve edhe me o dërgu një lutë. Kjo është e zërshme për gjitha ato nona, për gjitha ato gra, po për gjitha ata fëmijë, që një ditë saktume mos ta kanë një varë të paktën t'ia çojnë një lutë. Në fakt, lufta nuk është meri vetëm që ju gratë keni përjetuar, pastaj ajo përpjekja juaj për mbijetesë ka qenë një luftë tjetër e veçantë, apo jo, që e din vetëm shpirti juaj. Shpeshherë potencoj nëpër media dhe kutri, nëpër takime zyrtare tham. Dhimbja luftës ka qenë dhimbje e një plumit, e di që se kam burrin, po dhimbja që na ka përcjell 27 vjet, mas luftës, është dhimbje që nuk shërohet kurrë. Nuk shërohet. Se të shantazhojsh, të etiketojsh, t'ju prishish moralin, t'ju cenojsh të drejtën, edhe të shohesh si objekt të rrugës, për neve grave ka qenë shumë e rëndë.
Po megjithatë jemi mirënjohës njerëzve të tjerë. Jo ndoshta të komunës tonë, po njerëz të komunës Prishtinës ose Gjilanit ose Gjakovës që kanë ardhur jo me një tupare, po kanë ardhur me një bagazh eksperience, vujtje që në kanë dhënë shtytja dhe neve me punu. Kjo vujtja mas luftës, dhimbja mas luftës, ka qenë më e rëndë se kreta. I kemi ik pushkës, i kemi ik thikës, i kemi ik plumit. E kom pa të merrin, kom najtë në për rrugë, po etiketimi ka qenë gjaja ma e rëndë në jetën tonë personale. Që ka gra që nuk kanë mas guximin me thonë jo dhe unë do më shku me punu të faria. Se na fillimisht, kur kemi fillu, jemi detyru pak ari që na ka pështu pishkive me shit atari, edhe me bledu kavanoza me qit hajvarina, me qit tushit. Pa ja ma keqja që mendoj që njerëz ku me ditë na që jemi të shka të ndodh me neve. Na thjesht, punojshëm në përshpia tona, e qeshëm zyre kavanozët, vishin gazetarë, vishin ndërkombëtarë, vishin njerëz, i shishin, një 2 tegla, njëni 5 tegla, njëni 10 tegla, edhe qatu pare qaj grupi i ndajshin. Kaç kemi me ble tegla, kaç kemi me ble spesa, kaç kemi me ble harsh, kemi qëto. Qëto u pjesëshin për 5 veta. Qëto 5 veta u qeshën të nive në shpi. Po të tjerë se kuptojshin strategjinë e punës tonë, deri sa në 2010, kur mu bashkun edhe donator, mu bashkua Ministria e Bujqësisë, edhe e bënëm një ambient të mrendshëm, ku punojshin gratë, pa një fillun me kuptu që këto pa punojnë. Po fatbarësisht, gratë e Krushës, krye me mu, në Fakri e Hotin, jenë bo simbol i paqës, i qëndresës edhe edukim i gjeneratëve të reja. Të njësë pi fëmijëve tonë, po atë gjeneratët e reja në barë Kosovën. Se të vinë në delegacion e fëmijëve, shkollët, qerdhët, studentë në universitetet të ndryshme të Evropës, të botës, ta marrin historikun e Farijës, ta mbrojnë temin e diplomës edhe ta diplomojnë, është mrekulli e madhe. Cili ka qenë ai momenti kur ti, së bashku me krejt shoqet e tua të grupit, i keni thonë vetes, se besoj keni pas momente që jeni ndjerë në faj, sikur po bëni diçka keq, po ka qenë një moment ndoshta që keni thonë jemi të bëmë mirë dhe ne do vazhdojmë. Kemi pas momente ku jemi dërzuar s'kemi dash me punu. S'kemi dash me punu, nesër s'doj me punu. Se pendim veten fajp se kemi dalë me punu. Se krejt gjinja nështë apë na keshin. Nështë krejt gjinja pa folin. Po ka ndodhë momente që apo na bina ta njerëz buk fëmijëve, Po. apo mendon ne kush për fëmijët e tonë, a kanë veshje, a kanë pajisje shkollore, a kanë pare me pagu autobusin me shku në Prizren në fakultet, a kanë pare me hangër një mëngjes në shkollë, kush s'na ka vetë, ata kemi thonë jo dhe me fëmijë. Patjetër, edhe keni bërë gjën më të mirë, besoj që tash jeni frymëzim për shumë gra tjera të cilat si që themi ne në popull, duhet me i mshel gojën e hallkut edhe vërtet të gjindesh për familjet e tu. Unë e tham, i kemi shërdhu vesht, në atë kohë i kemi qarru syt, i me bot verber, edhe kemi hecë me një rrugë ku kemi ditë ku jemi të prejkë. Si verberi që kontrollon me dorë jetën e vetë, na kemi kontrollu që ashtu rrugtimin tonë. Apo shkojmë ku është ma keq, apo shkojmë ku është ma mirë. Po fatbarësisht na kemi rezultu mirë. Në thonë nuk kemi shku ma keq, po që kemi ngrit vlerët e burrëve tona, edhe kemi ngrit moralin e fëmijëve tonë. Sot fëmijët tonë, thash, janë shembull më i mirë në fshat, që ndoshta mujnë me thonë janë fëmijë pa prind, janë eduku pini none, po nona ka qenë, se gjithmonë e kanë thonë, pasqyrja e fëmijëve është nona. Edhe unë e këta kom vërtetu me fëmijët e mi. Më thonë, pasqyrja jam janë 2 fëmija sot, të dytë punojnë pranë me mua. Ja keni dalë mrekullueshëm sa që tash jo vetëm fëmijët, po edhe ne që jemi shqiptarë, kudo që jemi, krenohemi me ju. Gjithmonë nonët shqiptare kanë dhënë kontributin në mënyra të ndryshme, aq sa i kanë pas mundësitë. Po megjithatë na kemi dhënë mundësinë pak më tepër se jemi zgjuar nga hiçi. Edhe kemi dhënë një kontribut për gjeneratët e reja, e kemi dhënë një pasqyre për fshatin, për komunën, për krejt Kosovën.
neve nuk na ka ndërtu kërkush biznesin, na kemi ndërtu vetë, e kemi ndërtu me lotë dhe me gjak. Falë, burre, që kanë ndërë gjak, kanë hupë sot nuk janë, disa janë të vorosën, disa janë të zhdukur, na kemi ngrit moralin tonë. Është e vërtet. Edhe kjo është që na mundi më së miri për kret njerëzve që kanë kontribu, se që kemi gra që kanë dhënë sukses në Parlament Kosovës, kemi gra shumë zoja në kryet vendit, po kjo grave të Krushës ka qenë mund ngrit për hiqit, edhe me qenë diku në Kombët e Bashkume, më shku zëri i grave të Krushës falë, zyrës presidentës, vetë presidentës, që na ka marrë me veti, kjo është mrekullia më e madhe e jonja. Se në të shkon një fari u hoti sot në Kombët e Bashkume për çështjen e njerëzve të vranë, zhdukën, po nuk ka shku për njerëz të vranë, ka shku për dhimbjes në forcë. Nuk e keni dërzu ju që e keni vra burin, po kjo ka mbërri kuotën e vetë me punë. Thonë, kjo është një mrekulli shumë e madhe dhe falë njerëzve që kemi pas rreth vetit. Familja është e shajt, po kemi pas të njerëz në për institucionet Kosovës që kanë punu tash. Asnjëri nuk ka ardhur ndoshta me një thes pare, me na dhonë, po ka ardhur me një thes mend, edhe me një thes kurajo. Po nëni, keni më bo më të paret, kam jo ditë vlerën çdo kush, edhe realisht sot me pas produktet e tona të grave të Krushës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në 6 shtetet e Evropës, mu kërku logoja jonë, me kërku konsumatorët logon tonë ose havarin tonë, jo për lëmosh. Tash flas për cilësi. Kemi fillu me 2 produkte, kemi 46 produkte. Kemi fillu faria, jemi mbi 50 punëtore. Kanë fillu 2 fermerë, janë mbi 100 fermerë. Këto janë krejt arritjet të vetë grave që se ndërzu kur. Një pyetje që ka të bëjë me pavarësimin e Kosovës, që u festua gjithandaj ku ka shqiptar. Si ndiheni ju në këto data të rëndësishme kur ka fest Kosova? Edhe si ndikon ky debati i kohëve të fundit në Kosovë? Une, me thonë drejtën, kom qenë dje vetë prezent në marshin, drejtësi, jo politik. Une që sa e kom pa në rrjetet sociale dhe në për media këtë iniciativë që e kanë marë njerëz të posaçëm, na gjithmoni me konë në presionin tonë vazhdimisht. Nuk më ka përsjellë atje vesh njerëz që janë halë. Po më ka përsjellë kretë dhimbja 99 që kom përjetu vetë. Edhe dje në çdo qytetar e kom pa sakrificën edhe vujtjen e qytetarëve që kanë dalë dje në shesh. Ata kanë qenë gjithë prind, fëmijët atinve që i kanë vra, babët atinve që i kanë vra djemë, nonët atinve që i kanë vra fëmija, motrë që kanë vra vllaznia, kretë ata njerëz dje kanë qenë në shesh, se cili ka pas dhimbjen veti. Se cili dje e ka dhënë kontributin e vetë për shlirimtarët, që padrejtisht po marrën hag, e një Serb që ka bërë masakrët më të madhe, qoftë në Gjakov, qoftë në Krushe, qoftë në Rahovec, ku e vra me qidra me mira njerëz. Asnjë nuk ka marrë dënim 45 vjet, e një shqiptar i pafajshëm pa dënohet me 45 vjet, e Serbi pa dënohet me 10 vjet. Tash e kemi një rast që a gjykon Prishtina në Prizren nuk për di konkretisht, i ka vra 3 civil shqiptar edhe pa dënohet me 10 vjet. Kjo është të merë i botës, jo drejtësi, jo të merë. Më vra që 27 vjet, me qenë Serb, me botonat masakrën Krushe, me vra gjitha ta fëmi, gjitha to gra, gjitha ta burra, se gra vishnjo është e vrani. Po në kretë Kosovën, së në konë gjendje një me qitë para drejtësisë, me denu me vdekje dhe me pa populli. Po kjo që është pëlluhet në Kosovën, nuk e di, nuk jam njëse politikës, po për këta njerëz më dhemë shpirti, se e kom hup një burë 29 vjetë. Edhe ata që kanë luftu kanë qenë kretë vllaznit tonë. Asnjë e keqe më së raftë, as ushtrisë, as qytetarëve të Kosovës, po thirrja jonë është të jemi bashkë se boll kemi humbë. Boll ka humbë Kosova. Shumë e re ke ngel pa bashkëshortin. E mendoni ose e flisni ju gratë, po të ishin burrat tanë gjallë, çka do na kishin thënë?
Do ju kishin mbështet? Me thonë drejtën, për pak kohë burri jam ka qenë në Gjermani, 3 vjetë ka jetu atje, edhe këty në Kosovë veç për 1 vjetë. Fatkeqësisht ka 97-98-ën, edhe në fillim të 98-ës, në fillim të 99-ës është vra. Kom mendu që shkoj atje dhe jetoj atje bashkë me to, po edhe tish aj ndoshta jo me speca, ose me konzervim, po ishte marrë me një biznes tjetër. Kish përkran biznes, po thu. Po pa tjetër, se unë edhe para luftës, nuk kom punu me speca, po s'kom punu edhe ata që kom trashëgu pi prindit zdruktarin, po unë e kom punu me maqinë edhe kom bo dallama, jeleka, më thoni kom përgatit vajzëve treja që kom pas mu martu, e kom përgatit qesin, pajen, apo që thoni. Tonë kom punu në biznes edhe para luftës me maqinë, e mas luftës nuk kom mujtë mo, e kom që maqinën e kom hek, kom thonë nuk muj mo me punu, se maqinat ngell me një vend, nuk t'jep hapsin me lëviz, duhesh më përqëndru veç aty, kështu që e kom gjetë këtë alternativën tjetër, nështë pizorit, kom startu, po zori ku t'kthejet me sukses, është i mirë. Faleminderit shumë. Unë besoj që tani je shumë e kënaqur me veten dhe duhet të jesh krenare me veten, sepse jo vetëm veten e ke shpëtuar, po ke shpëtuar shumë familje të cilat gjejnë mbështetjen te puna që e ke menduar ti për ta. Unë e mendoj që veprimtaria jem, ose puna jem, ose vendimarrja jeme që ka ndodhur në atë kohë, a bo shembull më i mirë për gjitha gratë në Kosovë, edhe mburën me ata që shumë gratë është në për Kosovë, qoftë në Mitrovic, qoftë në Podijev, qoftë në Krushe, po qoftë në Prizren, në Gjakub, ku do që jenë themelu këto pikë të tjera të konzervimit, jam falë kontributit tim, që e kom nis një rrugtim, nuk e kom fshen një ide, po gjithmonë e kom plasu edhe me të tjerë, më tonë punoni se është e mire, edhe sot falë meje, sot janë edhe grupet të tjera që punojnë, edhe normal që jam e knashën me të rriturët e mia, jam e knashën me fëmijët e mi, po jam e knashën edhe me vetë vetën, se thjesht i kom rujt shëndetin edhe mendjen me punë. Faleminderit shumë. Faleminderit juve.